Kam dhe një foto tjetër që është shumë interesante, që është foto e 4 hënave, nëse nuk e keni si material, jo si material, mos e jepni si insert, vetëm si foto regjia. Oke, ky efekti i cili është komentuar si një fenomen mbi Shën Petersburg. E keni parë, është një fenomen i vërtet apo jo? Unë e kam parë nga që më thatë ju në fakt, edhe mua më duket ngjarje shumë pak me probabilitet të vogël gjasash, sepse normalisht ndodh nga përthyrja që i bëhet dritës të hënës në atmosferë, mund të ketë shëmbëllime të hënës, pra ato janë të vendosura në mënyrë metike. Kurse ky, domethënë ato shëmbëllimet nuk ishin si mestri midis të majtës dhe të djathtës. Më duket që është një ngjarje pa gjas dhe pash një foto që më duk më rarë, më duk sikur ato humuj si sferike që ndodheshin pas hënës dhe ndoshta janë këto rej që kanë dhënë idenë efektit. Nuk është zero. E kuptoj. Ja, sepse mbaret se si janë efektet e atmosferës, po më duket shumë e pagjatë.